Familjet në rrethe zgjedhin t'i dërgojnë fëmijët për të studiuar në Tiranë. Çdo vit, 10 nxënës nga qytete të ndryshme transferohen në shkollat e kryeqytetit. Sipas ekspertëve, përballë mungesës së mundësive në disa zona të vendit, shumë prindër e shohin regjistrimin e fëmijëve në shkollat e Tiranës si një investim për të ardhmen e tyre. Çdo kush prej nesh do të kërkoj për vetë dhe për fëmijën e vet arsim cilësor, okay? Arsim cilësor do të thotë që ti të kesh mësues të kualifikuar, të kesh kushte më të mira, të kesh laboratore të tjerë. Në rast se ti nuk je në gjendje që ti garantosh këto standarde, po themi, në shkolla periferike, patjetër që prindërit kanë drejtën e tyre që të zgjedhin një program pak më cilësor për fëmijët e tyre. Ndërsa Tirana vijon të tërheq nxënës, në shumë qytete të tjera situata është ndryshe. Në disa zona, shkollat bashkohen ose mbyllen për shkak të mungesës së nxënësve, ndërsa kjo situatë rrezikon të lërë jashtë sistemit edhe një pjesë të mësuesve. Implikimi i parë është mbyllja e shkollave edhe shumë mësues që ngelin jashtë sistemi, ngelen të papunë. Mendoj që, duhet që sistemi në një farë mënyre të menaxhohet duke i përdorur më mirë të dhënat. Pra jo vetëm të fokusohemi sa numra kemi, sa nxënës kemi, po të përpiqemi ta menaxhojmë më mirë atë, të i kuptojmë pak më mirë të dhënat, të ristrukturojmë base programet mësimore. Ekspertët vlerësojnë se investimet në cilësinë e arsimit, veçanërisht jashtë qendrave të mëdha urbane, janë thelbësore për të frenuar boshatisjen e shkollave në rrethe dhe për të garantuar mundësi të barabarta për çdo nxënës. Vetëm gjatë vitit të fundit shkollor, u mbyllën 3 shkolla në njësinë administrative të bashkisë Shkodër, ndërsa ulja e numrit të nxënësve është evidentuar edhe në qarqe si Fieri, Vlora dhe Gjirokastra.